Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni I lajmeve të orës 15. Një grup delegatësh të Lidhjes Demokratike të Kosovës të pakënaqur me udhëheqjen aktuale të partisë kanë dorëzuar te sekretari I përgjithshëm I LDK-s në nënshkrimet e nevojshme për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm. Sipas iniciuesve, qëllimi I këtij kuvendi është shkarkimi I kryetarit të partisë Lumir Abdigjiku nga posti I kryetarit. Por më shumë detaje inkuadrojmë gazetaren Valmire Hoti. Valmira, cilat janë informacionet më të fundit rreth iniciativës për shkarkimin e kreut të LDK-s Lumir Abdigjiku? Po tashme me të dorëzuar në nënshkrimet e mbledhura nga një pjesë e delegatëve të kuvendit pra të Lidhjes Demokratike të Kosovës për thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm ku në rendite pritet të jetë shkarkimi I kryetarit Lumir Abdigjiku, një numër antarësh të kryesisë së partisë vetë janë mbledhur brenda zyrave të Lidhjes Demokratike. Kemi parë disa nga ata duke hyrë brenda selisë së partisë, duke përmendur këtu nën kryetarin e partisë Lutfi Haziri, më pas edhe antarët e tjerë të kryesisë si Shkëm Manaj, Visa Razemi, Jehona Lushaku e të tjerë. Pak më parë kishim edhe një deklarim të vetë nën kryetarit të partisë Lutfi Haziri, I cili konfirmoi pranimin e nënshkrimeve, të cilat siç tha janë procedure sekretariatit, që sekretariati është duke u marrë me këtë çështje dhe do të veprohet sipas asaj që thuhet në vetë statutin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai tha që LDK-ja dita vetë menaxhoi këtë situatë dhe siç u shpreh që të dalë siç është më së miri nga një situatë e tillë. Kujtojmë pra që nënshkrimet u dorëzuan nga antarët e LDK-s Armend Zemaj e Florian Dushi, të cilët thanë që nuk bën të ditur në fakt saktësisht numrin e nënshkrimeve, por thanë që është numri I kërkuar sipas normës statutore dhe që kërkesa është e njëjtë, pra shkarkimi I kryetarit Abdigjiku. Ndjekim tani deklaratën e nën kryetarit të partisë Lutfi Haziri, të cilin e parafrazova pak më parë. Është trajtu proceduralisht sekretariati e trajton sipas normave të brendshme politike. Unë besoj që është çështje që statuti I LDK-s I ka të rregulluar dhe LDK-ja din me vetë menaxhu këtë proces politik në cilën ne do dalim më mirë përfundimisht. Çka nëse arrihet shkarkimi I Abdigjikut? Jo po paragjykoni me pyetje. Jo, nuk po paragjykoj, nëse po them. Kërkesat politike nuk trajtohen me procedura. Por me që ka norma tilla edhe rregullojnë mënyrën e sjelljes së organizimit tonë, ne e respektojmë deri në fund. Kështu që unë mendoj që në dy binar do të vazhdohet me punu. Binari I parë është shqyrtimi I kërkesës të nënshkruarve që janë delegat përfaqësues të elektoratit LDK-s dhe binari I dytë është kryetari I LDK-s në zyre me autorizimet plota me menaxhu këto procese politike. Sipas kërkesës. Kërkesa është procedurale, proceduralisht do të trajtohen. Ato që janë politike, politikisht do t'i trajtojmë bashkërisht. Faleminderit për interesimin. Çështja e verifikimit, sekretariati me kohë I verifikon dhe jap dorëzim. Derisa pak minuta më parë ka reaguar edhe antari tjetër I kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, I cili në fakt është një nga figurat më të zëshme brenda LDK-s që ka shfaqur pakënaqësi sa I përket rezultatit zgjedhor dhe gjitha zhvillimeve brenda kësaj partie, e po ashtu edhe sa I përket bashkimit të LDK-s me Vjosa Osmani në këto zgjedhje të 7 qershorit. Ai në një reagim në Facebook ka thënë se forca e LDK-s është vullneti I antarësisë e jo ambicia e individualistëve. Pra nuk është ambicie individuale. Sipas tij, askush nuk është mbi LDK-n dhe antarësinë e saj. Përveç që do të thotë Avdullah Hotit, I cili është thënë të jetë një nga nënshkruesit e kërkesës për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm ku në rendite pra pritet të jetë shkarkimi I Abdigjikut, këtë kërkesë kanë përkrahur edhe një numër delegatësh të tjerë, përfshirë edhe Hykmete Bajramin, ashtu siç është thënë nga vetë zyrtarët të LDK-s, jo zyrtarisht, sigurisht jo publikisht, po ashtu edhe Kujtim Shala, Armend Zemaj, ai që I dorëzoi vetë nënshkrimet, Rezarta Krasniqi e shumë delegatë të tjerë ku në fakt numri është thënë të jetë mbi 150
50 delegat që tashme do të thotë i kanë dorëzuar nënshkrimet brenda partisë për të thirrur këtë kuvend të jashtëzakonshëm, i cili sipas statutit të LDK-s duhet të thirret jo më vonë se 60 ditë pra nga momenti i dorëzimit të kërkesës në sekretariat. Pra brenda këtyre 60 ditëve duhet të thirret kuvendi i jashtëzakonshëm i LDK-s për të kuptuar më shumë detaje aty në fakt se a do të mund të arrihet pra shkarkimi i Abdigjikut ose apo do të dështoj. Kujtojmë që një vot besimi në fakt Abdigjiku e kishte tejkaluar edhe në janar të këtij viti me 31 janar ku ai kishte shpëtuar pra kësaj çështje. Pikërisht kur kishte pakënaqësi edhe sa i përket rezultatit zgjedhor të dhjetorit, por që pakënaqësitë filluan më pas sërish pas rezultatit zgjedhor të 7 qershorit, ku një numër degësh të partisë pra të LDK-s kanë kërkuar dorëheqjen e Lumir Abdigjikut, veçojmë ato të Lipjanit në krye me Imri Hametin e atë të Pejës me zotrin Muhaxheri, të cilët kanë kërkuar pra dorëheqjen e Abdigjikut për shkak të siç është thënë rezultatit të dobët zgjedhor. Deri më tani ende nuk kemi ndonjë reagim nga vetë kryetari i partisë Lumir Abdigjiku, i cili është brenda pra selisë së partisë. Ne do të vazhdojmë të presim për të parë nëse do të kemi ndonjë deklarim nga ana e tij, por që ditë më parë ai kishte thënë se nuk e ka ndërmend të dorëhiqet, pra ishte vendosur që të mos jep dorëheqje teksa nismën e nënshkrimeve ai e kishte cilësuar si të njanshme, që nuk i bën mirë LDK-s, pra që është në dëm të partisë, duke thënë që nuk e dëshiron ndarjen e LDK-s. Dhe po ashtu duke thënë që është i gatshëm ta thret do të thotë kuvendin në bazë vullnetit të delegatëve, por që sipas tij zgjedhjet e rregullta të partisë janë vitin e ardhshëm. Kto janë gjitha informacionet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për më të rejat do të inkuadrohemi sërish edhe në edicionet e tjera. Valmira, faleminderit për këto informacione. Ishte drejt për drejt Valmire Hoti. Politologu Argjend Zenaj vlerëson se zhvillimet në LDK shpërfaqin krizën e thellë që ka kapluar këtë parti politike si pasojë e rezultatit të dobët zgjedhor në udhëheqjen e Lumir Abdigjikut. Shkarkimi i Abdigjikut sipas Zenajt është fatura që ai duhet të paguajë për rezultatin. Në radhë parë, kjo kallëzon për një krizë të thellë, të cilën e ka kaplu LDK-ja, po ashtu ka tregon që faktura vërtet e këtyre zgjedhjeve dhe bashkimit me vjosën e Lumir Abdigjikut nuk është fiturja në 7 qershor që ka ishte synim, por një fakturë të cilën po shihet që do ta paguaj nëse organizohet kuvendi i tjetër i radhës, jashtëzakonshëm për besimi i dytë ndaj tij. Dhe njëjtën kohë po ashtu po shihet që nuk ka të bëjë më me një opozitë karshi vetëvenduesës, po një opozitë më e rrezikshme e Lumir Abdigjikut i është krijuar brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe sipas gjitha gjasave dhe sipas gjitha pritjeve dhe analizave tona i bën që Lumir Abdigjiku ka vështirë të vazhdojë matutjet që në kryetari i LDK-s. Pra gjasat janë të mëdha. Gjasat janë reale për shkak se tashmë e kanë falë herën e parë, themi, në vetbesimin e parë, hera e dytë nuk i falet, pastaj se i bjen, sikur ajo shpreha e ish presidentit Pacolli që thoshte, nëse edhe herën e dytë bën gabimin e njëjtë, atëherë nuk i budalloj ju, por budalloj jam unë, që ju fali që 2 herë radhazi. Edhe LDK-ja besoj se kësaj radhe nuk do t'ia fal Lumir Abdigjikut për shkak se kushti në emën të cilit ka hyrë në bashkëpunim me Vjosa Osmanin nuk ka prodhuar rezultat. Dhe kjo rrjedhimisht i ka rënë që i ka anashkaluar gjithë atë kohezion strukturave, duke pretenduar që me Vjosa Osmanin do t'i fitojë zgjedhjet kundër partisë vendosuese. Kryetari i komunës Obiliqit, njëherësh ish deputeti Lëvizjes Vetëvendosje, Halil Thaçi, është intervistuar nga Prokuroria Speciale në lidhje me procesin e shpronësimeve në fshatin Shqipitull për mihjen e qymyrit nga Korporata Energjetike e Kosovës. Thaçi para mediave tha se u intervistua si dëshmitar, por Prokuroria Speciale kanë konfirmuar se ai është intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për veprën penale, ushtrim ndikimi, akuzë të cilën Thaçi e mohon kategorikisht. Është një temë e përgatitur mëte prej rivalëve të mi politik, që GSM kam përfshi në shpronësimet në fshatin Shqipitull. Unë jam shumë i kënaqur që prokuroria ka filluar të merret me këtë çështje dhe i bëj thirrje prokurorisë që ta hetoj deri në fund këtë çështje. Është vërtet që unë kam biseduar me qytetarë, vazhdoj me bisedu, do ta ngrej çështjen
e tyre, problemet e tyre, në cilësinë e kryetorit, unë nga këtu i bëj thirrje qytetarëve të mi që do të më kenë gjithmonë gardian për mbrojtjen e të drejtave. Si dëshmitar ata natyrisht që më pyeten për çdo gjë, edhe unë për çka do që unë të di, do t'i përgjigjem prokurorit. Pika por, te prokurori kam tregu që vetë Kallëzë Pikomi për 3 muaj radhazi më ka thirrë në telefon, vetë pronaria Kallëzë Pikomit ka kërku takim që mos të publikohet video, dhe sigurisht edhe të edhin këto, po sigurisht që po i kam bazune dhe nuk kam ra prej e shantazheve të mediave, dhe asnjëherë s'do të bëj. Kur asnjëherë nuk do të shantazhohem, as nuk do të kërcënohem. Unë do të jem gardian i të drejtave të qytetarëve të mi. Faleminderit. Në të njëjtën ditë kur specialja intervistoi kryetarin e Obiliqit Halil Thaçi për dallaverët me shpronësimet, mori zyrtarisht detyrën kryeprokurori i ri i shtetit Zejnullah Gashi. Pas pranim dorëzimit nga Gron Çalaj, Gashi u zotua për forcim të sundimit të ligjit, por ai nuk u përgjigj lidhur me akuzat për afërsi me lëvizjen vetëvendosje. Zotri Gashi a marrë këtë pozitë falë vetëvendosjes, edhe cili është komenti juaj për këtë çështje? Zotri Gashi, ju lutem. Kryeprokurori i ri i shtetit Zejnullah Gashi nisi detyrën duke ju shmangur pyetjeve nëse ka ndikuar apo jo lëvizja vetëvendosje, që e të marrë pozitën më të lartë të sistemit prokurorial në vend. Gashi, mes shumë kritikave dhe zërave për afërsi me lëvizjen vetëvendosje, të martën u dekretua nga ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu, ndërsa një ditë më pas mori detyrën zyrtarisht. Sa po e pranova detyrën nga ushtruesi i detyrës së prokurorit shtetit zoti Çala. Faleminderit kolegëve për besimin e dhënë. Unë do t'jem kryeprokuror i të gjithëve dhe së bashku të gjithë do të punojmë në forcimin e sundimit të ligjit. Zejnullah Gashi u emërua kryeprokuror shteti pas një periudhe të gjatë që kjo pozitë mbëlohoi me ushtrues detyre. Ai u bë temë diskutimi me çënën cilësinë e kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Prishtinë. Ai kishte shkuar në një takim pa paralajmërim ish ministrës së drejtësisë, Albulena Haxhiu, në vitin 2024 për t'u sqaruar lidhur me një rast që po hetonte prokuroria, ku ishte i përfshirë një familjar i ish ministrës së drejtësisë, Albulena Haxhiut. Sipas raportimeve, takimi një formal mes prokurorit dhe ministrës së drejtësisë e kishte konfirmuar edhe vetë Haxhiu. Në një deklaratë para hetuesve policor, ajo kishte thënë se Gashi ishte sqaruar para saj për një rast që po hetonte prokuroria themelore në Prishtinë. Në anën tjetër, konkursi për kryeprokurorin e shtetit ishte kundërshtuar nga kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Blerim Isufaj, me që në vitin 2023 Isufaj ishte dekretuar nga Këshilli Prokurorial për këtë pozitë, por që në tetor të 2023-ës, presidenti i atëhershëm Vjosa Osmani nuk e pati dekretuar kryeprokurorin e Prokurorisë Speciale, Blerim Isufaj, për kryeprokuror të shtetit, me arsyetimin se janë shënuar 10 trashëgjelje në procedurën e përzgjedhjes. Që nga ajo kohë, institucioni kryeprokurorit të shtetit është të thesur me ushtrues detyre. Por ushtruesja e detyrës e presidentës Albulena Haxhiu nuk gjen kohë të thërrejë seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, teksa afatet kushtetuese për këtë çështje por rrjedhin. Në Institutin Demokratik të Kosovës dhe Institutin e Kosovës për Drejtësi, vlerësojnë se konstituimi Kuvendit nuk duhet të jetë peng i pazareve politike. Vërtet në dje vetë se i bënë thirrje ushtruesit e detyrës së presidentës që përcaktoj pamundjes datën e seancës së konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Normalisht, ajo mund të shfrytëzojë konsultimet me subjekte politike lidhur me datën, por së të qoftë ne kemi konsideruar që nuk ka më nevojë dhe as nuk ka arsye që të zbaritet edhe me tutje të paktën caktimi i seancës për seancën konstitutive, për faktin që ne vlerësojmë që Kuvendi duhet të jetë funksionar tashmë. Zgjedhjet kanë përfunduar, rezultati i zgjedhjeve është që të para një javë pothuajse, dhe tashmë është koha që deputetët e Kuvendit të Kosovës japin betimin dhe ta ushtrojnë funksionin e tyre në atë mënyrë që të hapet rruga edhe formimit të institucioneve të tjera dhe të qeverisë edhe të zgjedhjes së presidentit. Një dini që ka shumë projekte, shumë reforma, shumë nisma dhe gjithashtu qeveria që e kemi tashmë në detyrë dhe po mungon kontrolli parlamentar i aktivitetit dhe i vendimeve që i prodhon kjo qeveri në detyrë, prandaj është shumë e rëndësishme që
edhe shtetare, por dhe interesi shtetëror i Kosovës që sa më shpejt kemi kuvend konstituuar, kemi qeveri të zgjedhur, që është legjitime dhe që i përgjigjet dhe jep llogari i Parlamentit dhe të deputetëve të Kosovës. Këtë këto shqetësime që ngritni, po rinerhije, po themi në kuptimin e zhvillimeve politike për shkak që mosthirrja e seancës po ndërlidhet me takimet që ka kryeministri ndërtyrë me partitë politike. A fatet kushtetuese do duhet të ndërlidheshin me këto zhvillime? Absolutisht, unë mendoj që subjektet politike parlamentare kanë pasur kohën e mjaftueshme që me ullë, me bisedu dhe me diskutu gjitha çështjet sa i përket konstituimit të institucioneve, qoftë kuvendit, zgjedhjes së qeverisë apo edhe zgjedhjes së presidentit. Ne tashmë jemi në afat kushtetues kur duhet parlamenti të jetë i konstituar. Ne kuptojmë që është një falloj tendence e krijimit të një bashkëpunimi ndoshta edhe e diskutimeve që po zhvillohen mes liderëve të subjekteve politike parlamentare, por megjithatë kjo nuk është arsye që presidentja ose ushtruesja e detyrës së presidentit që të mos e thrasë seancën konstitutive, sepse ju e dini që parlamenti duhet të jetë i konstituar në atë mënyrë që pastaj të hapet mundësia edhe për zgjedhjen e qeverisë edhe për institucionin e presidentit. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, kjo seancë konstitutive është dashur që të thirret më njëherë pas certifikimit zyrtar të rezultateve të zgjedhjeve, pasi që kjo është edhe arsyeja sepse duhet që subjektet politike të mblidhen më shpejt se sa që domethënë atë shpejt sa është mundur për faktin se tani më ne jemi vonë me shumë gjëra të cilat e presin Kosovën përpara dhe këto gjëra presin fillimisht konstituimin e kuvendit. Gjithherë duhet që ta kemi të qartë që konstituimi i kuvendit është një bazë për të filluar mandej edhe për formimin e institucioneve të tjera, pasi që prej kuvendit mandej mund të zgjidhet edhe qeveria edhe çështja e presidentit, gjë për të cilën edhe shkuam në zgjedhje, apo ky problem ishte arsyeja sepse shkuam në zgjedhje. Andaj qeveria e Republikës në fakt në detyrë tani me që është ose subjekti më i madh politik duhet që sa më parë ta thrasë seancën konstitutive dhe seancën konstitutive mos ta llogarisë si një bazë apo si një vit të drejtë me qeverinë mandej edhe me çështjen e presidentit, por kuvendi duhet që të bëhet sa më parë, mënyrë që të fillojnë edhe të rrjedhin afatet kushtetuese të cilat janë të përcaktuara me kushtetutë dhe me aktgjykim të gjykatës kushtetuese, për faktin se Kuvendi i Republikës e dim që është një organ legislativ dhe që duhet sa më shpejt jetë funksional. Kjo zvarritje, nëse mund ta quajmë zvarritje, është sinjal se mund të shkojë vendi drejt një blokade tjetër për formimin e gjitha institucioneve përfshirë qeverinë, kuvendin, zgjedhjen e presidentit. Duke marrë parasysh praktikën e mëhershme pra edhe në 2 herat e fundit e kemi parë që një herë pra ka qenë problematikë jashtëzakonisht çështja e konstituimit të kuvendit, mund të them me plot bindje jo për shkak të mungesës normave kushtetuese apo rregullimeve kushtetuese, por si mungesë vullnetit i cili ka munguar në subjektet politike. Një rrugtim mes kujtesës dhe tingujve që nuk zbehen me kohën u soll mbrëm në Prishtinë. Në skenën e festivalit ndërkombëtar të operës Ram Lahaj, trashëgimia Nexhmie Pagarushës erdhi përmes interpretimeve që bashkuan nostalgjinë me frymën moderne. Një mbrëmje mbushur me emocione, nostalgji dhe art u mbajtë në kuadër të edicionit të 6 të Ram Lahaj International Opera Festival. Në tingujt e muzikës që reziston kohës, skena u pushtua nga zërat e fuqishëm të Alma Bektashit, Malvina Likajt, Liridon Sadriut dhe Samir Shehut. Ata interpretuan vlerat të pavdekshme të ikonës së muzikës shqiptare Nexhmie Pagarusha me këngë si Mora testin, Kur një ditë të kthehesh ti dhe Trëndafil që rri në port. Mbrëmja nuk u ndal vetëm tek repertori i saj. Në skenë u sollën edhe këngë të njohura të muzikës shqiptare si O muj bukuroshe, Ka pranvera, Për ty o lumi im, Në atë fushë të Mejdanit e të tjerë. Kështu duke krijuar një udhëtim muzikor nga traditat e interpretimi modern.
Një moment i veçantë i mbrëmjes ishte kolazhi me 4 këngë, E dehun jam, Zani ti më thërret, E kujtoj atakim, për të finalizuar me Bareshën. Në lidhje me këtë natë, Alma Bektashi u shpreh se për të ka qenë e vështirë për zgjedhja këngëve të Pagarushës. Këngë të jashtëzakonshme. Biles unë kur e bësha për zgjedhjen e këngëve, njona ma e bukur se tjetra isha dhe isha shumë dilem të madhe cilën me e zgjedh. Se me qenë egoiste i kisha zgjedh këtë për veti, po s'bën. Po se kom dasht me këndu edhe vetë kem bet. Shiko, kur këndon këngë të këngëtarëve të mëdha, është shumë sfidë për një këngëtar tjetër, sepse gjithmonë kur këndohet bukur edhe i ve vullën origjinale, ti dush me prut qaç mirë në kohë, qaç mënyrë profesionale, ose mos me marrë hiç me kënu. Ndërsa Malvina Likaj tha se ndjesia ishte e papërshkrueshme, duke sjellur këngët e Pagarushës në një frymë të re. Ndjesia ka qenë e papërshkrueshme, emocionet po ashtu, duart prokitjet e publikut na kanë bërë neve si artistë që të ndihemi shumë mirë. Organizimi gjithashtu është perfekt. Liridon Sadriu theksoi se kjo natë ishte një përkujtim i denjë për Pagarushën dhe bashkosit e saj. Ndërthurja ka qenë shumë e mirë, shumë e qellume, krahas në ikonës tonë, ne me këngët edhe të bashkëhanikëve të saj kemi përkujtu në një aspekt, gjë që ka qenë prej meje si artist, si këngëtar shumë e mirë pritëm. Në momentin që ne ka shpalos idenë në rama se si do të bëhet, atëherë kam mirë prit me dashamirësinë e me respektin më të madh. Samir Shehu u shpreh se këto këngë janë perla që duhet të trashëgohen dhe promovohen, ashtu siç tenori Ram Lahaj po i promovon ato edhe në arenën ndërkombëtare. Këto perla të muzikës tonë duhet të trashëgohen dhe të promovohen siç i promovon zotri Lahaj në mbar botën. Kjo mbrëmje do të udhëtoj edhe në Frizaj dhe Istog, ku publiku do të ketë mundësi të ndjek performancat pa pagesë. Këtë vit, në moton Play Music Not War, festivali sjell një thirrje të fuqishme që muzika të jetë zëri i paqes dhe dialogut. Programi përfshin gjithashtu aktivitete të tjera si masterklasa dhe promovimin e zërave të ri në këtë fushë, për të kulmuar me mbrëmjen gala Ram Lahaj and Friends më 29 korrik. Për informacionet më të fundit, klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.